Pyeta ministrën pikërisht për këtë arsye. Prandaj thash që çfarë po bëhet me reformën? Reforma e zgjidh skemën e pensioneve. Reforma sjell pensione dijitoze. Unë uroj shumë që ministrja ta ketë në konsiderat në shtator, ajo përmendi muajin shtator, dhe do shpresoja shumë që atë reformë që na ka munguar, sepse ka dështuar reforma e vitit 2015, atë reformë ta kishim në shtator dhe aty të flisnim. Ndërsa për sa i përket këtyre të tjera, unë po të them, sot qeveria... Këtu jemi në një moment tensioni mes qytetarëve. Nuk e kemi patur në një të lajmë që po të them tani. Sot qeveria ka dhënë 103 miliard, duhet kemi dhe i protest, 103 miliard vetëm për ushtri, vetëm për armatime. Për shkak të NATO. 103 miliard vetëm për shkak të NATO. Sot kemi vajtur 103 miliard lek të vjetra. 2.6% kemi vajtur sot në raport me përdimin e kam pjesë diskutimit. Pra, edhe kjo është pjesë e kësaj strategjie që thash. Pra, nuk është çdo e ardhur që është jashtë planifikimit do kaloj në akte normative. Akti i parë ishte ky sot. E dëgjojmë edhe një herë, ju lutem, nëse mund ta Ka pasur një konflikt me protestuesit të cilët e kanë akuzuar si patronazhiste dhe gruaja është duke përgjigjur që është edukatore dhe gazetare në Greqi. Kthupi, ky moment mund të jetë një shenjë keqe për ditët që na presin? Jo, domosdoshmërisht po bashkohem me Bardhin për mënyrën e sjelljes në një femre, aq më tepër që për sa kohë që është brenda një protesti që presupozohet ndërtoi një Shqipëri të re, duhet të krijohet të standarde të reja të sjelljes edhe me atë që është kundërshtari jot në mendim apo një. Po jo, ajo që më bën përshtypje, Rezi, të lutem që do të pres, më bën përshtypje dhe besoj gjithëve neve na bën përshtypje agresiviteti i atyre njerëzve. Edhe sikur të ishte patronazhiste apo jo, Redi, nuk ka arsye për t'i nxjerrë syt. Nuk e kuptoj këtë lloj. Pse duhet të jenë kaq agresiv këta njerëz? Sepse ndoshta është një moment në cilin dhe kjo klimë është ajo që për cilën unë shqetësohem. Po. Ndoshta është një moment në cilin një pjesë e turmës mund të jetë pak më nervoze se të një ditë tjetër normal. Nuk mendoj që është sinjal domosdoshmërisht një diçkaje që po shkon keq. Zakonisht psikologjia e turmave, po të marrësh të lexosh Gustav Le Bon, është psikologji shumë e vështirë. Dhe një moment tensioni përcjellet dhe shpërndahet, po kjo nuk do të thotë që turma. Kjo gjë bëhet më vështirë kur s'ka organizator? Ose kur organizatori thotë që nuk i mbajnë përgjegjësi këtë tutje? Jo. E para punës, protesta nuk ka organizator në kuptimin klasik të organizatorit. Ka facilitator, që është një gjë krejt ndryshe. Facilitator është një person i cili lehtëson mundësinë e funksionimit të protestës, por nuk është ai që organizon. Kësaj protestë u deshën 25 ditë që ndronte orarin. Imagjino sa është niveli i organizimit në këtë kontekst. Për ndruar orarin e protestës nga ora 6 deri në orën 7, u deshën 25 ditë që dilte njëri, merrte guximin ta thoshte që do ndroj orarin, nuk është për në 6 por 7. Kështu që ti nuk ke organizator në kuptimin klasik të fjalës, ke facilitator, njerëz që kanë vullnetin për të ndihmuar protestën me. Po deklarata e sot me zotit Kola, si e lexoni ju? Nuk mbajnë përgjegjësi për dhunën e popullit nga sot e tutje. Më është si deklarata e Ramës në 2011, kur thoshte ne nuk mbajmë përgjegjësi, do bëj popullin bulevard. Tamam, deklarata. Dgjoj, nëse populli kishte vullnetin për të qenë agresiv, do kishte qenë agresiv përpara se ta bënte deklaratën Kola. Nëse eci me këtë nocion. Nëse ti shkon me vullnetin për të bërë një protestë dhunshme, nuk shkon me fëmijë me gra në protestë, shkon vetëm me burra. Protestë ku shkojnë gra me foshnja 3 muajshe, ka pak gjasa që ndodhi dhunë. Me çaj? Që timi të merremi me çka shohim, me çka ka brenda protesta. Ajo foshte 3 muajshe ishte në ditët e para të protestës. Nuk e di tani nëse Redi nuk e di se ti e njeh më mirë protestën. Ka dyshuar. Bëni nga një tjetër këtë protestë. Ka sigurisht. Ka dhe fëmijë akoma. Vazhdon të ketë. Fëmijë, domethënë, sigurisht që numrat nuk janë ato të një të shkurtë. Jo, po ka familjar me fëmijë? Padyshim që ka. Me çaj?